Live from Tirana. Live from Tirana. Ju përshëndesim të gjithëve nga Live from Tirana në këtë të premtë të datës 14 wasa shpejtika, nuk e di pse i ka në 14 prill. Është ende data 4 prill, 10:08 ora eksakte në këtë moment. Ne do të jemi si çdo ditë tjetër së bashku nga ora 10 deri në orën 12 për 120 minuta transmetim live, muzikë të mirë, informacione të duhura dhe të ftuar interesant. Sot me ne në pulën e transmetimit ndodhet Wizzy DJ, i cili do të përzgjedh për ju këngët më të mira të momentit dhe jo vetëm. Her pas here rikthehemi edhe në kohë me hite të pavdekshme. Ndërkohë, sot kemi gjithashtu përpozë të ftuarve interesant që ju lajmërova në krye të herës në Wake Up për rubrikën shumë të dashur Social Top 5, në të cilën rendisim banorët që kanë fituar apo kanë humbur më shumë djegës. Por për të diskutuar për këtë, por edhe për dinamikat më të fundit brenda shtëpisë së Big Brother VIP, me ne në studio në pjesën e parë është Grines Fejzolari, influencer. Mirëmëngjes. Mirë se vjen në program. Shumë faleminderit. Na keni dëgjuar herët sot. Shumë herët. Po tash këto punë kështu e kanë. Imagjino ato të Wake Up që zgjon që në 6, që në 7 në transmetim. Kështu që ka gjithmonë më keq në thonjza. Grines, mirë se vjen në program. Si e ke parë ti këtë Big Brother VIP? Ka ngelur edhe pak ditë në 19 prill shpallet fituesi ose fituesja e këtij edicioni. Po mbaron edhe ka akoma dilema për fituesin, ka akoma dilema për çiftet, ka akoma shumë dilema ndaj kanë lënë kësaj radhe gjërat e hapura. Dhe më mirë se kemi edhe me çfarë merremi, mos ti caktojmë këto gjërat që në mbyllje, pa u mbyllur akoma siç ka ndodhur gjithmonë. Me kaq shumë teori sa është bërë ky Big Brother dhe situata aty brenda duke mos i vendosur një pikë çuditëse se vetëm Alfred Sako mund të jepte zgjidhje, por gjithsesi ne do duhet të bëjmë tonën. Ta nisim më një herë nga ajo çfarë është highlighti kryesor i gjatë i kësaj jave, për një përballje shumë e fortë, kokë më kokë mes dy konkurrentëve që kanë dhënë shpirtin në këtë Big Brother. Gerta Gixhari versus Rozana Radi. Unë kam thënë që jam pak më në anën e Gertës, edhe pse mendoj që në këtë përballje titanësh, mendoj që Rozana është pak më e favorizuar për arsye se edhe sapo i doli linja e jetës. Edhe mendoj që pak e ka favorizuar pjesa që sado Gerta ka bërë pak lojën e ftohtë vetëm, edhe Rozana nuk mund të them që ka bërë një lojë jo të ftohtë, por ka mbajtur edhe pak këtë lojën e gestit për të favorizuar, mendoj, duke ditur se sa mund pëlqejet nga rinia dhe sa krah mund të ketë nëse e sulmon dhe e mbron të njëjtën kohë. Duke e marrë aty pjesën e viralitetit, energjinë që mendoj që ka ndërhyrë më shumë se Gerta në pjesën e çiftit tyre, që është gjëja kryesore që flitet këtë Big Brother. Domethënë ti mendon që nesër mbrëmja në spektakël finalistja e parë do të jetë Rozi? Unë i shoh të dyja si finaliste, po mendoj që në këtë përballje mendoj që do ta fitonte Rozi, dhe pse ja uroj Gertës. Duke njohur natyrën e Gertës që si themi ne në përgjithësi nuk e ul kokën, në sensin që është trime gangstere në kuptimin e mirë të gjës, edhe nuk e ul hundën kollaj. Nëse ajo nuk del finaliste e parë, çfarë do të bëj Gerta? Mendoj që do jetë e qetë, pasi mendoj që edhe ajo e di vendin e saj në finale. Mendoj që ka një siguri. Mendoj që do ta vazhdoj garën? Sigurisht që po, s'besoj që do ndryshonte gjë. Mendoj edhe që do ishte pak më do të zgjohej pak më shumë, duke patur dhe frikën që publiku nuk e dashka atë në këtë përballje, do mundohet që të luftoj për të zënë vendin si finaliste e dytë. Interesante. Nuk e di pse, por duke njohur natyrën e Gertës, domethënë unë çfarë nuk pres nga ajo. Pres të thotë që okay, me që pret egon. Domethënë më intrigon ego e Gertës, që kemi parë jo pak këtë Big Brother ku e pam edhe herën e fundit që nuk priti më okay, ndjenja mësore ka prioritet, por ajo nuk priti vendimin e banorëve dhe vllajt të madh, shkoi takoi djalin e saj. Prandaj them që duke njohur natyrën e saj, luftarake që është e ngjashëm pa shumë me të motrën Olta Gixhari, nuk e di pse ma jep një kështu komplet teori konspirative imja që kështu më lindi sot në mëngjes, edhe mund të thotë okay, unë e pranoj rezultatin, vendos ta lë këtu garën. Në këtë pikë të lojës nuk e lë askush garën vet, mendoj unë. Në këtë pikë të lojës të gjithë janë duke synuar dhe duke shpresuar që janë një nga të përzgjedhurit e publikut për të shkuar në top 5 në finale.
E sheh Gertën, e sheh besoj në finale. Po, me ato lojtarët ka mjaftueshëm, domethënë aty janë 9 mos gaboj si lojtar, po nga 5 janë finalista, 4 është shumë kollaj ti vësh gishtin se kush janë personazhet që do dalin. Po Jozi është një nga të parët që do largohet dhe jo, po flas janë 4 shumë të dukshëm kush janë ato personazhe që do dalin jashtë kësaj gare. Jozi është i pari, mendoj që me keqardhje them Danja nuk mendoj që do ta arrijë finalen ashtu urtë e butë, edhe pse është një strategji që ka funksionuar, por mendoj që në këtë rast kemi disa protagonistë të tjerë në lojë. Lori nuk e di pse mendoj që do ta humbi gjithashtu finalen. Edhe nëse më kujton, aty është Laerti, Gerta, Rozana, Egli, Gjesti. Kjo është 5 që unë mendoj që do të arrijë. Kë kam harruar një, harrova që nuk e Aldo. Edhe Aldo normalisht që ndeti kot në këtë nominim që kaloi, ndeti kot në lojë. Ishte thjesht fati. Qartë. Mirë, kemi të tjera gjëra ende për të diskutuar. Mbrëm audienca fanatike e Big Brother VIP kanë ndetur zgjuar deri në 5 të mëngjesit sepse Egli dhe Gjesti kanë vendosur të mbajnë zgjuar deri në 5 të mëngjesit. Kanë kaluar momente të bukura së bashku, por këto do t'i diskutojmë më një herë pas bllokut publicitar. Ju jeni duke dëgjuar live from Tirana dhe vazhdojmë të jemi në studio me Grines për të komentuar ngjarjet dhe ndodhit më të fundit në Big Brother VIP. Grines, Jozi dhe Loredana duket se kur kanë vendosur të bëjnë një dramë të re në shtëpi. Kanë filluar të zihen me njëri tjetrin, ajo ka marrë një arush dhe duket se në mënyrë metaforike po zvendëson Jozi me këtë arushin, dudushin që po e mban në duar. Si e komenton, është kjo lëvizje strategjike përpara finales, sepse i duhen ndodhi apo? Unë mendoj që Loredana e ka mendjen e fjetër, ajo nuk po e bën për lojë këtë pjesën me Jozin, ajo po e shijon edhe Big Brotherin edhe Jozin aty brenda, pavarësisht se Jozi po ja bën pak të vështirë dhe nuk është shumë i qartë që nga fillimi e deri kur është rifutur me Loredanën. Mendoj që nga ana e Jozit normalisht që e mbron edhe jep shumë krah për drejt finales, sepse siç e thash dhe më parë nuk e shoh fare një nga finalistët, por po shtyn sa të shty me këtë dramën me Loredanën. Domethënë mendoj që janë duke e përdorur për të shtyrë sa të shtyrë në Big Brother. Mendoj që po, më shumë nga ana e Jozit kjo. Nuk shef ndjenjë tek ato? Jo, do të thënë Loredana i ka pak sytë errësuara, që themi ne, është ky mashkulli tipik shqiptar që këtyre vajzave mendjeleta i hyn shumë lehtë në zemër. Është mendjelet Lori? Është pak mendjelet, për sa kohë e pranoi prap të bëj këtë romancën në thonjza me Jozin dhe pasi Jozi doli jashtë dhe u fut brenda. Jozi i ka lënë shenjat e tij që herën e parë kur ishte në Big Brother që nuk kishte diçka serioze me Loredanën, ai mendoi që pasi doli e pa që kjo gjëja pëlqehej, e pa që kjo gjëja komentohej, edhe do të rregulloj dhe pak imazhin e tij nga gjërat që dolën jashtë. Interesant si këndvështrim. Domethënë ti nuk sheh fare të ardhme mes atyre të dyve pas përfundimit të Big Brother. Lori kismet kush e di nga ikën nga e ka të ardhmen e saj, shef në një burr gjysmë italian, gjysmë shqiptar. Po se dihet mos se këto vajzat italo-shqiptare që kanë qenë në Big Brother kanë qëndruar këtu dhe me thënë drejtë nuk e ka ecur keq si Benjada, Jori apo Heidi Baci. Po mos na shkon dhe Lori si Gjesti, na bën ndonjë 60 ditë diku tjetër, bën ndonjë Big Brother në Itali, ndonjë, kështu po dëgjoj lart të poshtë, kam parë disa online, po diskutohet mos ndoshta. Po Grande Fratello tash besoj ose ka mbaruar ose do të jetë drejt fundit. Se di, unë informacion kështu e kam të përgjithshëm, nuk i hyra në detaje, po. Apo mund të ikë sezonin tjetër thua? Ndoshta. Diçka diskutohet. Domethënë mund të përsëritet historia. Një vajzë vjen nga Grande Fratello futet në Shqipëri, ndërsa një nga Shqipëria mund të futet në Grande Fratello. Egli Gjesti është totalisht e pamundur të mos e merri me ta. Mbrëm kanë ndetur zgjuar deri nga ora 5 e mëngjesit, duke kaluar momente të bukura bashkë, po bënin pallaçinga i thotë Gjesti, po bënin këto krepat, nuk e di si mund t'i quajmë ndryshe ose pancakes, duke gatuar me njëri tjetrin, duke i bërë me çokolë krem pastaj, duke kaluar momente të bukura, megjithëse ditën e kanë pasur goxha dinamike duke u zënë me njëri tjetrin dhe duke thënë fjalë të ndryshme. Çfarë po ndodh mes tyre dy? Nga këta të dy mund edhe ta mendoj që të dy ju intereson kjo drama Gjesti Egli për të shkuar drejt finales. Të dy kanë dhënë mjaftueshëm për këtë dramë, na kanë mbajtur s'po thua deri në 5 të mëngjesit, nuk është hera e parë që ndodh. Dhe mendoj që janë duke luftuar fort për të shkuar në finale, po aty pastaj çojmë përçarjet që do ndodhin mes të dyve kur të vijë ai momenti kritik edhe momenti final që duhet të ndahet çifti do apo s'do, si dy lojtarë do jenë kundërshtar. Interesante, po
kush e ka më të sigurt vendin prej të dyve, ose më saktë kush e di që kush është i vetëdijshëm që e ka më të sigurt vendin në finale dhe kush po lufton më shumë për vendin në finale. Që ka momenti që Gjesti e ka një vetëdije që vendin në finale ka të sigurt. Absolutisht po, duket nga dronat, nga parashutat, nga fansat, nga videot, nga çdo gjë, shikueshmëria, edhe mendoj që Gjesti nuk është se i druhet pjesës së finales. Dhe Egli po ashtu e mendon që mund të jetë në atë top 500, dhe pse unë mendoj që kushdo që del jashtë asaj shtëpie edhe vjen me atë lloj qasje që Egli erdhi me ato informacione dhe me atë lloj të pistët, mendoj që ky është momenti ku ti e humb finalen tënde. Nuk e besoj. Nuk e besoj. Unë kam një përshtypje që Egli mund të jetë në finale për pos faktit që ka qenë pjesë ngjarje kryesore të këtij Big Brother. Po, do të thënë edhe sipas llogaritëve që bëm shpara një vend bosh ngelet aty për Eglin, mendoj që mund ta kapi finalen, thjesht aq me aq, nuk është se mund të jetë fituesja apo kur mos thuaj kur. Nëse ajo do jetë një nga 5 finalistët, mendoj që do jetë dhe e para që do të lë shtëpinë nga ata. Po mund të jenë edhe 4 more, se ne do të thënë nëse janë 4, Egli është jashtë listës. Po pse është Egli jashtë listës dhe është Laerti për shembull? Po Laerti përveç se ka luftuar me anë të femrave dhe lojrave që ka bërë aty brenda, ka luftuar edhe vetëm, e ka treguar veten tani. Po nuk ka pasur ndonjë nuk ka qenë highlight si kryesor, më shumë siç ka qenë Egli në këtë Big Brother. Nuk e di, Eglin e kanë bërë edhe disa, domethënë problematika në shtëpi, domethënë këto edhe gjëra që nuk mendoj që të çojnë patjetër drejt finales, mund të bëjmë bujë, mund të ketë zë jashtë si situatë, po nuk besoj që janë situata plus për të çuar drejt finales. Grines, kush e fiton Big Brotherin dhe kush mendon ti që duhet ta fitojë Big Brother? Unë mendoj që Big Brotherin e fiton Gjesti dhe mendoj që Big Brotherin duhet ta fitojë një vajzë mes Gertës dhe Rozanës, nuk e ndaj dot në këtë moment derisa të ndahet nga ky dy luftim që janë të dyja bashkë. Dua të kuptoj pak se te kush është më shumë publiku. Dakor, po këtë më sëmnese, po pse do mendon ti që duhet ta fitojë një vajzë? Sepse një grua dhe pikërisht një nga këto të dy gra. Sepse në këndvështrimin tim të 5 finalistëve apo 4, ku mes këtyre është Gjesti, Laerti, Gerta dhe Rozana, nuk mendoj që e meriton më shumë Gjesti dhe Laerti sa e meriton Gerta dhe Rozana. Po pse? Sepse më ka pëlqyer më shumë loja e këtyre të dyjave që kanë qenë shumë luftarake dhe nuk kanë krijuar lidhje aty brenda apo dramatika. Po s'kan si të krijojnë lidhje se s'janë në kushtet për të krijuar lidhje. Jam dakord, se kanë partner respektiv jashtë. Pam edhe njerëz të tjerë aty që kanë partner jashtë edhe kanë bërë ca lojra sa për mendojnë që do t'i ndeste në Big Brother me anë të këtyre lojrave. Kanë provokuar njerëz që janë të lidhur jashtë, kanë bërë disa lojra kanë tentuar të hyjnë në këtë lojën e çiftit, pa qenë është tjetër gjë të jesh në një lidhje dhe është tjetër gjë të jesh martuar me dy fëmijë apo të kesh një partner si rasti i Rozit. Okej, thjesht në këndvështrimin tim mendoj që mes këtyre dy çifteve të meshkujve dhe femrave mendoj që e meritojnë më shumë këto vajza. Mendon ti? Po më thej që mendoj që e fiton Gjesti. Pse mendoj që e fiton Gjesti? Prej bujës madhe dhe fansave që kanë mbështetjes edhe gjatë gjithë kohës, të gjithë videot në Big Brother janë më shumë views-a se çdo situatë tjetër, më shumë like se çdo situatë tjetër. Kam parë dhe pak përkraje, domethënë nga vllai i madh aty brenda kur ai del nga muret apo hap Instagramin tek këto tabletat që i vinë për të porositur. Më duket si ta ajo është më duket sikur nuk penalizohet për këto gjeste, më kupton, mendoj unë që mund të ketë mjaftueshëm mbështetje edhe nga publiku që e lejojnë atë të bëjë dhe këto situata. Dhe ai e di shumë mirë që po të bëhet diçka e tillë shtyrie e rregullave dhe ai prap ka përkrajen e njerëzve që do të kuptosh diçka. Vllai i madh në edicione të ndryshme merr vendime të ndryshme në bazë të situatave sepse në fund ditës është një eksperiment social. Gjesti nuk ka prekur dikë me dorë. Jo, unë kam thënë që ai edhe nuk ka banalizuar asnjë situatë. Domethënë nuk mund të themi që është toleruar disi vetëm Gjesti, se edhe Xhibani kishte bërë disa veprime të tjera derisa u mora i vendim. Pra vllai i madh, pak të mendoj unë se nuk jam pjesë e vllait të madh, analizon në forma të ndryshme. Gjesti në këtë rast ka qenë shumë i mbrojtur. E ka mbrojtur mirë veten, duke mos prekur me duar. Sigurisht ka provokuar, por fjala bie mua hedhja murit për shkak të pëlqeu. Nuk e kishte shkuar askujt në mendje dhe e pam për herë të parë. Domethënë një djalë 24 vjeçar që ka bërcen murin e Big Brotherit. Te kujt do të shkonte në mendje? Nuk e di pse mendoj që nëse do kisha ka bërcyer atë murin vet, mendoj që do ishte aq loja ime në Big Brother. Nuk e dihet kur. Ndërkohë,
Mirë, gjëra interesante ndodhin aty brenda Grines. Shumë e vërtet. Si do doja ta kishe provuar ndonjëherë në jetën tënde? Un kam 23 vite të jetës time që e mendoj, do të thënë që nga momenti ku kemi mësuar se çfarë është Big Brother dhe kam gjithkohës që e mendoj dhe kam dashur një eksperiencë të tillë. Vitet e fundit më ka ndryshuar pak, po kjo gjë nuk më ka bërë të kem më pak dëshirë të futem në një Big Brother, thjesht më ka bërë pak më të pasigurt se si do ta bëja unë lojën time aty brenda. Me hyrjen e Xhestit aty mendoj që në pjesën ku ai nuk i bën gjërat, nuk i çon deri në banalizime dhe ofendime, gjëra të tilla, mendoj që këtë lloj karakteri dhe këtë lloj loje strategjike ku i çon njerëzit deri në atë pikë sa i provokon dhe pastaj i lë të dalin nga vetja apo dhe jashtë loje, mendoj që do ta kisha pjesë të strategjisë time dhe të karakterit tim. Qartë. Mirë, zënë dhe zotërin Grines Fezolari është sot me ne në program. Unë të uroj një të premte të bukur në vazhdim dhe një fundjavë të bukur me që e kemi parë. Shumë faleminderit. Ne shkëputemi këtu për pak reklama, ndërkohë me njëherë pas blokut publicitar do të marrim vesh, do të mësojmë në rubrikën Social Top 5 se kush është banori Big Brother VIP që ka fituar më shumë djegës gjatë kësaj jave e kush ka humbur më shumë.